Во синокешната емисија Дебата 21, поранешниот градоначалник на Врапчиште Исен Шабани појасни дека општината всушност не е затворена и дека неговата изјава клучевите ги има премиерот била символична. Тој рече дека администрацијата во општината редовно си ја вршела својата работа. Nuk janë mbyllur dirët e komunës, ajo ka qenë vetëm simbolike, po kuptohet nga ana e mediumeve, gazetaresë, ka qenë diçka ose jemi nxjerrur nga konteksti edhe ajo me atë që thash edhe Chelsea, nuk mund të dikush që pretendon të vi i besuar i qeverisë të drejtohet tek unë dhe të kërkojë Chelsea e komunës. Chelsea nënkuptonte ajo që do të marrë vendim nga qeveria, ku vetë kryeministri paralajmëroi para një jave në emision që pret domethënë Komisioni Shtetëror Zgjedhor ta informoj për mosarritjen e cenzusit në komunën e Vrapçishtit dhe në fat prej 15 ditësh të emëroj ushtrues detyrë. Kompleta administrata ka punuar, kanë qenë në punë dhe nuk kam qenë unë në punë. Од друга страна, Блерим Сейдиу соопшти дека во општините Гостивар и Врапчиште движењето Вленке настапи со нови кандидати. Тој додаде дека многу скоро ќе има одлука и дека застојот ќе биде решен. Në këtë rast, ne nuk kemi rënë të ditë, ne do të thotë që kemi zgjedhje të reja dhe do kemi kandidat të ri. Është njëra nga emrat që është diskutuar, por ka dhe emra të tjerë që jemi sinqert dhe të jem korrekt. Por vendimi do të merret shumë shpejt. Kemi parasysh se proceset administrative duhet vazhdojnë në komunë, qytetarët kërkojnë shërbimet e tyre që u takojnë dhe për këtë arsye duhet sa më shpejt të emërohet një ushtrues detyre. Во однос на шпекулациите дека може да има поделба во нај, Исен Шабани го негира тоа. Тој рече дека постојат шпекулации, но дека во рамки на Алијанса за албанците не се дискутирало за никакви промени. Од друга страна, Блерим Сейдиу од Влен изјави дека ќе има проширување на коалицијата со вклучување на нови имиња во владата, не исклучувајќи ја можноста некој од нај да биде дел од тоа. Тој нагласи дека се во разговори со неколку политички субјекти.